Në email adresat e gjithsej 47 shkollave në Shkup dhe në Kumanov kanë arritur kërcënime për bomba të vendosura, të cilat do të aktivizoheshin mëngjesin e sotëm. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftuan se janë kryer kontrolle dhe konfirmuan se paralajmërimet janë të rreme. Në sektorin për punë të brendshme Shkup dhe sektorin për punë të brendshme Kumanov, dje rreth orës 18 është denoncuar se në email adresat e 30 shkollave në Shkup dhe 17 në Kumanov kanë arritur mesazhe për pajisje eksplozive të vendosura në shkolla. Me njëherë janë ndërmarrë masa dhe aktivitetet të nevojshme, janë kryer kontrolle dhe është konfirmuar se bëhet fjalë për denoncime të rreme, njoftojnë nga Ministria për Punë të Brendshme. Një prej shkollave e cila u kontrollua mëngjesin e sotëm ishte shkolla fillore Hasan Prishtina në Çajir. Kërcënimi kishte arritur dje në email adresën e vjetër të shkollës, adresë e cila nuk kontrollohet rregullisht. Paralajmërimet për bomba të vendosura nëpër shkolla nuk është diçka e re në Maqedoni. Kjo është duke u praktikuar disa vite me radhë që pas periudhës së Covidit.